Në fillim të këtij shekulli, të shekullit 21, pa ta shkruar se kufiri mes Kosovës dhe Serbisë është vijandarse mes Perëndimit dhe Rusisë, të përplasjes së interesave. Diku në fillim të shekullit të kaluar, shqiptarët vendosën krejtësisht në formë unanime që të orientohen ka Perëndimi me një akt që s'kishte të bëjë hiç me armatime, kishte të bëjë me gjuhë. Thonë, Kongresi I Manastirit përcaktoi identitetin shqiptar brenda tërësisë të asaj që quajmë Perëndim. Në këto 200 vjet, më pak se 200 vjet, prej asaj kohe, kemi pas një përcaktim dhe ripërcaktim të përhershëm të Serbisë nga lindja, mohim të identitetit perëndimor, ndërsa një pjesë e rëndësishme e identitetit serb që nga Karadziqi është ndërtuar duke imituar duke u ingranuar në Perëndim. Por a mund të ndodhë që në shekullin 21, në këtë pjesën e dytë, në çerekullin e dytë të shekullit 21, vijandarse mes Kosovës dhe Serbisë të jetë vijandarse mes botës perëndimore dhe një bote euroaziatike kineze, të interesave të Kinës, që rruga e Kinës e filluar në Beijing të përfundoi diku te Merdari. Kjo mund të jetë natyrisht ka edhe një faktor tjetër, kjo është faktori islamik, do me thënë varet edhe shumë ka orientimi I shoqërisë kosovare dhe edhe shqiptare në marrëdhëniet me botën islame, sepse kjo është edhe një dalje tjetër. Një faktor tjetër natyrisht është edhe zhvillimi I mëtejshëm e demonstratave në Serbi, ka edhe në Serbi një tarje të thellë, domethënë një pjesë e shoqërisë e cila mendon që një sistem autoritar mund të ofrojë donjë siguri. Nga ana tjetër është interesante të vërejmë që një pjesë ose ndoshta edhe një shumicë e rinisë mendon ndryshe. Edhe Serbia ka një diasporë shumë të fuqishme dhe unë mendoj për gjithë Ballkanin, jo vetëm ndikime të ndryshme, por edhe zhvillimi demografik luan dhe do të luajë një rol kyçe. Sepse edhe në Serbi, në rastin në të cilën Vučići do të pijetoj, demonstratat dhe edhe reagimi I tij, domethënë reagimi I qeverisë do të shkaktoj sigurisht një zhvillim, një ikje masive e të rinjve nga Serbia. Domethënë kjo është edhe një situatë me të cilën ballafaqohet të gjithë Ballkani. Domethënë çfarë hapësirë, çfarë domethënë ndikim do të ketë një Kinë në një vend me një demografi aq të dobët si Serbi në një regjim të mëtejshëm të Vučići. Nga ana tjetër, situata geostrategjike në Evropë ka ndryshuar, sepse për herë të parë edhe Bashkimi Evropian edhe me vendimin e Gjermanisë, domethënë vendimi I Parlamentit Gjerman, që e ka marrë dje për riamartim, gjendemi në një situatë të re që shumë evropianët tani kuptojnë sa e rëndësh situata dhe që edhe Evropa nuk ka më domethënë mundësi të mendojnë në një mënyrë shumë luksuoze që të tjerë të aprojnë. Dhe unë shpresoj dhe ka edhe shenje të parë që jo vetëm Ukraina dhe Siria do të jenë objekte të një politik të re nga ana e Bashkimit Evropian, por unë shpresoj që edhe Ballkan, sepse ka lëvizje edhe pozitive, ka shtete të ndryshme që janë domethënë shumë kooperativ si për shembull Kosova dhe gjërat mund të ndryshojnë edhe shumë shpejt këtu dhe kjo është shpresa ime personale dhe kjo quhet edhe që ndikimi kinez dhe ndikimi rus do të përjashtohet nga Ballkani. Kjo duhet të jetë edhe qëllimi kryesor strategjik I perëndimit këtu në Ballkan, dhe natyrisht do të kishte shumë mbështetje për hapë të tillë. Do të shohim konkretisht çfarë do të bëhet në Bosni metodik, I cili ka provokuar edhe perëndimin. Gjykata konstituese e Bosnisë ka
marr donje hapet, por tani duhet të bëhet edhe diçka konkretisht. E dim që ka domethënë një lidhje nga Fico në Slovaki me Orban, me Dodik, me Vučić deri në Mickoski në Maqedoni, po ky bashkëpunim nuk është aq stabil, sepse edhe brenda Hungarisë opozita është në rritje, në Serbi po tani vërejmë çfarë bëhet, domethënë unë mendoj që ka ndoshta edhe potencial për një pranverë ballkanike e cila mund të ndryshojë rrënjësisht situatën. Por domethënë zhvillimet e tillë kanë nevojë edhe për pak mbështetje nga jashtë, mbështetje e cila ka munguar deri tani, por unë mendoj që zërat që bën një thirrje në këtë trajtim janë tani më të dukshme se sa kanë qenë disa javë më parë. Është interesant kur përmendet Islamin. Deportimi dhe forcimi I Islamit ka qenë, domethënë Islamit politik ka ndodhur për shkak të zhvillimeve që nga lufta e Afganistanit e tutje deri te Iraku, domethënë lufta e parë e Afganistanit, invadimi rus në Afganistan dhe financimi I opozitës mujahedine ndaj Rusisë, dhe lindja e Islamit politik I armatosur aty. Por tash kemi të bëjmë me një lëvizje tjetër tektonike në botën islame të kryesuar nga Arabia Saudite dhe ripozicionimi geopolitik I Arabisë Saudite. Nëse Arabia Saudite hyn në reformim të vetë siç ka hyrë, dhe nëse ky reformim prodhon një avancim në demokraci, nuk po themi që do të krijohet një shtet demokratik, cilat do të ishin efektet, së bashku me gjërat që bëhen në Emirate për shembull, cilat do të ishin efektet tek Islami në Ballkan? Po unë personalisht dyshoj që do të ketë një zhvillim demokratik në Arabinë Saudite, të sistemi është tepër autoritar. Natyrisht unë mendoj që çdo domethënë çdo hap drejt një sistem më pak autoritar në botën arabe do të kishte një ndikim shumë të madh edhe këtu. Të mos harrojmë që për shembull në vitet 50, në gjysmën e parë viteve 60, socializmi arab laik ishte dominues në botën arabe. Dhe ka në YouTube, ndoshta edhe për veshkuesit të këtij emisioni shumë interesant, ka një film shumë të bukur me Nasser, I cili bën shaka për domethënë për hoxhallar të cilët janë përpjekur të imponojnë disa rreguj të fejes islame shumë zakonore. Për shembull, ishte shembuli domethënë I imami kryesor I Kairos, I cili kërkonte nga Nasser si shef shteti që të gjithë vajzat në shkollat duhet të zbulohen, por vajza e tij nuk zbulohej dhe Nasseri ka thënë tu nuk ke fuqi, nuk ke pushtet në familjen tënde, çfarë mund të bëj unë me 20 milion krash egjiptiane. Dhe ishte një salë plot me politikanët të cilët janë shpërthyer, domethënë ishte kishin shumë qejf. Domethënë kjo atmosfera rigide, fetare, konservatore, agresive, domethënë nuk është një ligj historike, domethënë është një zhvillim konkret, edhe situata mund të ndryshohet. Betet çështja apo nëse Arabia Saudite do të jetë burim I një zhvillim të tillë, do të ishte shumë mirë, nuk e shoh në këtë moment. Në të kundërtën, unë mendoj që ndoshta edhe muslimanët të Ballkanit mund të luajnë një rol tjetër në botën islame. Sot është e qartë që feja dhe edhe ndikimi konservator është në rritje, por dhe që nuk ka domethënë ndikim I elites muslimane të Ballkanit në botën arabe për shembull. Sepse edhe për ne duhet edhe të pyesim si mund të organizojmë bashkëtesë e muslimanëve në Europë, domethënë sidomos ata që janë autokton në
me bashkimin evropian. Dhe unë mendoj që shqiptarët e keni tashme përmendur kongresin e manastirit. Musliman shqiptare kanë dhe një përgjigje që ishte në të vërtetë revolucionare në atë kohë. Do të thënë kalimin nga alfabeti arab në alfabet latin. Por prandaj si hapi me teshëm, do të thënë ideja që të gjithë që flasin të njëjtin gjuhë janë të barabartë. Kjo është e revolucion, sidomos në krahasim me socialistët arabe. Po krahasojmë rastin e shqiptarëve me botën arabe, mund të identifikojmë disa elemente që kanë përbashkët, do të thënë roli të cilën intelektualët krishterë kanë luajtur në lëvizjen socialiste. Idenë e tyre edhe në botën arabe që ne muslimanët e krishterë ne kemi të përbashkët një histori, një kulturë, një gjuhë dhe edhe një të ardhmen me socialismin, me modernitetin. Ky kombinim gjuha si fundament identitetit kombëtar dhe modernizimi i shoqërisë. Kjo ishte, domethënë, një shpresë, ishte, domethënë, atë që ata kanë premtuar. Kjo ide ka të shtuar në botën arabe, por kishte një sukses, domethënë që nuk është pa kontestuar sot, por kishte një sukses shumë të madh te shqiptarët. Dhe unë mendoj që ka edhe kjo përvoja historike, edhe mendimtarët musliman shqiptar mund të ofrojnë edhe botës arabe diçka, domethënë pak edhe si për provokim për debat, si mund të bashkohet moderniteti edhe me një feje moderuar. Po, kur mendova për Arabinë Saudite dhe vendet e Xhirit, mendova në ndërprerjen e një trendi i cili ka qenë eksportit të revolucionit, të islamit politik. Pra, ndërprerja e islamit politik është i mirëseardhur për gjithë muslimanët evropian dhe posaçërisht edhe për shqiptarët që jetojnë në Zvicër, në vende tjera ku piketohen si fokuset të ndikimit politik. Por ekziston dallim fundamental mes të dy modeleve të ndërtimit të shoqërisë në islam, kjo është që gjuha arabe është gjuhë kuranore dhe kalimi i Kuranit në shqip në fund të shekullit 20 në fakt ka shërbyer si një rrjedhë normale e adaptimit shqiptar ndaj modernitetit dhe përkatësisë evropiane. Mendoj se këtu e kemi mbrit një pjesë të analizës, natyrisht po të kishim edhe një orë gjysmë do të elaborojmë më shumë, por meqense ky është një bashkëbisedim, po të kishit ndonjë pyetje, do ta vazhdonim.